Keni sobë me dru ose uxhak në shtëpi. Urgjent duhet ta dëgjoni këtë video. Sipas një studimi amerikan, përdorimi i sobës me dru ose uxhakut rrit me 43% rrezikun e zhvillimit të problemeve të mushkërive tek gratë, krahasuar me ato që nuk e përdorin ngrohjen me dru. Studimi zbuloi se njerëzit që përdorin ngrohje me dru më shumë se 30 ditë të vitit kishin 68% rrezik të zhvillimit të problemeve të mushkërive krahasuar me njerëzit e tjerë. Rezultatet vijnë nga Sister Study, studimi i motrave, i cili gjyrmoi për 11 vite shëndetin e 50.000 krave amerikane që kishin motra me probleme të gjirit. Sister Study u krijua për të kuptuar më mirë faktorët e rrezikut gjenetik dhe mjedisor për problemet e gjirit, por ai gjithashtu analizoi edhe faktorë të tjerë, citon Surli Meta, Instituti i Shkencave në Shëndetin Mjedisor në SBA. Në mbar botën, pirja e duanit është faktori më i rrezikshëm i problemeve të mushkërive.